Vajza e presidentit amerikan Donald Trump dhe dhëndri i tij kanë vizituar përsëri Shqipërinë. Mëngjesin e kësaj të mërkure, Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, kanë mbërritur në Vlorë të shoqëruar nga forca të shumta policie. Kjo e ka kthyer Vlorën në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Ata pritet të zhvillojnë një sër takimesh private me studio arkitekturore dhe përfaqësues të fushës së zhvillimit urban dhe turistik. Vizita lidhet me interesin për projekte të mundshme zhvillimore në ishullin e Sazanit dhe zonën e Zvërnec. Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, do të investojë $1 miliard për ishullin e Sazanit në vila dhe rezorte luksoze. Qeveria e Shqipërisë në janar të vitit 2025 miratoi kërkesën e Jared Kushner për zhvillimin e ishullit të pabanuar të Sazanit, duke i dhënë statusin e investitorit strategjik.